Mos prit falënderim prej askujt. Mësoje shpirtin të ballafaqohet me fatkeqësitë. Ndoshta kjo që të ndodhi është më e dobishme për ty. Çdo caktim për besimtarin është i dobishëm për të. Shikoj të mirat që të dha Allahu, pastaj falënderoje atë. Ajo që ti posedon është më e vlefshme se gjithçka që kanë njerëzit. Prej një ore në orën tjetër, prite rrugdalje. Nga belat e mëdha dalin lutjet e sinqerta. Fatkeqësitë ta forcojnë zemrën dhe t'i çelin syt. Nëse Allahu e do një popull, e sprovon atë. Përsëriti lutjet që i ka lexuar Muhamedi në gjendjet e vështira të tij. Përmbaju punëve serioze të fryqme, largoju zbrazthirës. Lëri të pavërtetat dhe mos besoni çdo gjë që përhapet.